Policia e Shkodrës I vuri pranga 2 autorëve të dyshuar të sulmit të së shtunës ndaj Edison Tiranës, që u qëllua me armë zjarri dhe u dhunua me sende të forta. Në pranga kanë rënë vëllezërit Gjovalin dhe Pëllumb Gjekaj, banues në fshatin Pjetër Shan të Malësisë së Madhe, ndërsa nipi I tyre u shpall në kërkim. 2 të arrestuarit dyshohet se qëlluan me armë zjarri drejt automjetit të 42 vjeçarit Edison Tirana, banues në Trush të Bërdicës, dhe më pas goditën atë me sende të forta. Konflikti nisi në doganën e Hanit të Hotit për shkak të një parakalimi mes 2 automjeteve. Përplasja u përshkallëzua gjatë rrugës, ndërsa mjetet vijuan të parakalojnë njëra tjetrën. Në afërsitë rreth rrotullimit të Koplikut, 2 vëllezërit Gjekaj dyshohet se qëlluan me pistolet në drejtim të makinës Mercedes-Benz që drejtonte Tirana. Një prej plumbave goditi gomat e automjetit, duke bërë që 42 vjeçari të humbas kontrollin dhe të përplaset me bordurën e një karburanti. Pas aksidentit ai tentoi të fshihet, por autorët e ndoqën dhe e goditën me sende të forta, duke I shkaktuar plagë në trup. Edison Tirana u paraqit rreth orës 19:30 në spitalin e Shkodrës, ku mori ndihmën e parë dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ai dëshmoi në polici duke sqaruar dinamikën dhe zanafillën e konfliktit.